Erion Velia i shkarkohet nga posti i kryebashkiakut të Tiranës. Vendimi është zyrtarizuar në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave. Mbledhja e qeverisë vjen 2 ditë pasi Këshilli Bashkiak i Tiranës propozoi shkarkimin e Veliait, një vendim ky i dirigjuar nga Edi Rama. Si në të rralla raste, votat e këshilltarëve të PS-s dhe atyre të PD-s dhe aleatëve të saj u bashkuan, duke çuar deri në fund skenarin e kryeministrit Edi Rama për asgjësimin politik të Erion Veliait. Vendimi konsensual i këshilltarëve të PS-s dhe PD-s bashkë me aleatët u certifikua me shpejtësi nga prefekti i Tiranës, duke i çelur rrugën kështu marrjes së një vendimi të shpejtë nga qeveria. Mbledhja e sotme e qeverisë u drejtua nga Edi Rama, edhe kjo një gjë e rrallë pasi përgjithsisht ai ia delegon drejtimin e mbledhjeve zëvendës kryeministrit. Kjo ishte mbledhja e parë që qeveria e re merr vendime nga momenti i votimit në kuvend dhe më pas betimit të anëtarëve të saj para presidentit. I gjithë procesi për shkarkimin e Veliait nuk ka zgjatur më shumë se 48 orë, nga momenti i nisjes së procedurave ligjore nga Këshilli Bashkiak përmes Komisionit Ligjeve deri në finalizimin e shkarkimit nga Edi Rama në mbledhjen e qeverisë. Veliaj ka paralajmëruar se mund të ndjek rrugën ligjore lidhur me procedurat e shkarkimit si kryebashkiak, ndërsa ai ndodhet në qeli prej 10 shkurtit, ditë kur u arrestua me urdhër të SPAK-ut. Edi Rama e njoftoi vendimin për shkarkimin e Veliait më 11 shtator gjatë mbledhjes së asamblesë, ku do të prezantonte ministrat e rinj me cilët do të niste mandatin e 4 të qeverisës. Në mënyrë të papritur të paktën për anëtarët e asamblesë, Rama deklaroi vendimin për shkarkimin e Veliait si kryebashkiak, duke udhëzuar këshilltarët e PS-s që ta miratonin. Dhe për ta bërë fakt të kryer, Rama shpalli edhe kandidaturën e Ogerta Manastirliut si kandidaten e PS-s në zgjedhjet e pjesshme për Bashkinë e Tiranës. Më pas kryeministri nisi lojrat duke thirrur në mbledhje këshilltarët e PS-s pas dyshimeve se ata mund mos votonin apo mbështesnin ultimatumin e Ramës.